Trupa diplomatike akredituar në Shqipëri po zhvillon një vizitë 2 ditore në Vlorë. Vizitë kjo organizuar me ftesë të Bashkisë së Vlorës me mbështetjen e Ministrisë së Europës dhe Punëve të Jashtme nën kujdesin e Ministrit Igli Hasani. Delegacioni i trupës diplomatike është pritur mesditën e kësaj të njëjteje në ndalesën e parë të kësaj vizite 2 ditore në manastirin e Shënmërisë në Zvërnec, nga kryetari i Bashkisë së Vlorës Ermal Dredha, por edhe nga përfaqësuesit më të lartë të institucioneve lokale të angazhuar në sektorin e turizmit dhe kulturës në qytet. Një shtrëngim duash me kreun e Bashkisë së Vlorës Dredha, i cili i ka uruar mirëseardhje në Vlorën e bukur turistike. Më pas, trupa diplomatike e shoqëruar nga kryetari i Bashkisë Vlorë, Ermal Dredha, kanë vizituar një prej vendeve më të frekuentuara dhe historike të Vlorës, manastirin e Shënmërisë në Zvërnec, ku janë njohur nga afër me vlerat historike dhe kulturore që ky atraksion turistik paraqet për Vlorën. Kishës ortodokse autoqefale të Shqipërisë dhe t'ju transmetoj përshëndetjet e kryepiskopit Joan. Ky manastir është një qendër shumë e rëndësishme për kishën ortodokse, jo vetëm për anën e tij historike, por më tepër për anën e tij shpirtërore. Tu në ikonostasin e kishës kemi një ikonë shumë interesante që është ikona e Shën Eleftherit, i cili ishte peshkopi i parë i Vlorës në fund të shekullit të parë, fillim të shekullit të dytë, dhe në të gjithë botën ortodokse dhe të krishterë përmendet si Shën Eleftheri, peshkopi i Vlorës së Ilirisë. Manastiri kushtohet nënës së Zotit, fjetjes së Ylindëses, dhe nga viti 98 përdoret për kampinqet, për rinim, për mosha të ndryshme. Në fjalën e tij për media, kryetari i Bashkisë Vlorë Ermal Dredha ka treguar se në këtë vizitë 2 ditore që do të zhvillojë trupa diplomatike në Vlorë, është parashikuar që ata të vizitojnë nga afër dhe të njihen me atraksione turistike, por dhe objektet, monumentet e kulturës që tregojnë historinë qindravjeçare të qytetit tonë. Pra sot jemi këtu në manastirin e Zvërnecit. Është një ditë paksa e veçantë, mund ta themi, sepse në kuadër të turit ambasadorëve, në fakt është një aktivitet që ka vite tashmë që bëhet nga Ministria e Jashtme, ku gjithmonë zgjidhet një qytet apo një lokacion i Shqipërisë, kjo edhe për të promovuar, por edhe për të treguar pak nga historia e kujdo qyteti. Sot kemi fatin që kjo gjë të ndodhi në Vlorë, në bashkëpunim me Ministrinë e Jashtme, me Ministrin për Europën dhe Punët e Jashtme, zotin Igli Hasani, i cili në bashkëpunim me ne zgjodhi që këtë radhë gjithë grupi ambasadorëve që janë të akredituar në Shqipëri, rezident dhe jo vetëm, të zgjidhin Vlorën për të vizituar. Ne jemi shumë të lumtur, sepse kemi çfarë të ofrojmë, kemi çfarë të tregojmë, dhe patjetër duke parë dhe gjithë atë zhvillim që po ndodh në qytetin tonë, është momenti i dur edhe për të promovuar gjithë ato vlera që unë i përmenda pak më parë, duke filluar nga tradita, nga ushqimi, nga mënyra se si mirëpresim vizitorët në shtëpinë tonë. Do të jetë 2 ditë vizitë. E filluam këtu, do të jetë Muzeu i Pavarësisë që do të vizitoj, do të shkojmë te Sheshi i Flamurit, do të ketë pastaj një aktivitet duke parë edhe vende të tjera që kanë karakter historik edhe arkeologjik, ndërkohë që është një agjendë e ngjeshur, po ashtu nesër do të shkojmë në Llogara, nëse koha do të na mbajë, do të premtoj, mund t'i bëjmë edhe një vizitë në Sazan dhe Karaburun nesër me anije. Pra është një aktivitet shumë i ngjeshur. Po e mira është që ne t'i kemi sa më të shpeshta këto, dhe më vjen mirë që nëse janë bërë 5 apo 6 aktivitete të tilla gjatë promovimit të këtyre vlerave nëpërmjet Ministrisë së Jashtme të Shqipërisë, këtë radhë është zgjedhur Vlora dhe ndihem shumë krenar. I pyetur nga gazetarët në fjalën e tij, Dredha ka komentuar edhe mungesën në këtë vizitë të parë në Vlorë të ambasadorit të Bashkimit Evropian në Shqipëri, Silvio Gonzato. Nëse një ambasador mungon, nuk mund të pyesësh mua, patjetër, nuk mund të pyesësh mua, megjithatë, ky është një aktivitet që nuk mbyllet me Zvërnecin, hapet me Zvërnecin, por do të ketë pastaj një drek zyrtare, do të ketë një darkë zyrtare që ofron Ministri i Jashtëm sot. Është aktiviteti i nesërm që është Llogaraj, është edhe Zvërneci, pra janë gjithë aktivitete që duke parë dhe agjendën e tyre ambasadorët, nuk jam unë zëdhënësi i tyre, por funksionon kështu. Momenti që ato e kanë agjendën e ri, patjetër do të jenë. Megjithatë, duhet parë në vazhdim, edhe mos të vinë vetë ambasadorët, është e sigurt do të vijë një ngarkuar me punë, po prapë që përfaqëson vendin që përfaqëson. Dredha thot se kjo vizitë e trupës diplomatike të akredituar do shërbej edhe për të komunikuar me ta rreth problematikave që mund të ketë qyteti jon, të cilat kërkojnë investime,
pse jo edhe për të diskutuar për mbështetje financiare apo projekte të reja, të cilat do t'i sjellin Vlorës veç zhvillim. Qëllimi i këtyre vizitave në fakt është të njihemi më mirë, të evidentojmë edhe problematika që mund të ketë qyteti i Vlorës, ku ata mund të kenë më shumë nivel ekspertize, apo qoftë edhe mënyra për të buxhetuar një projekt caktuar, sa i përket edhe zhvillimit qëndrueshëm, ambientit, që janë shumë tema të diskutueshme tashmë globalisht, kështu që ma do mendja që patjetër ne do të kemi një kohë gjatë që do të qëndrojmë. Trupa diplomatike akredituar në Shqipëri, në Vlorë, do të vizitojë disa nga atraksionet turistike, por dhe monumentet e kulturës, siç janë Sheshi i Flamurit, Rruga Justin Godard, Muzeu i Pavarësisë, Muzeu Historik dhe Etnografik, Parku Kombëtar i Llogoras, por edhe Ishullin e Sazanit dhe Gadishullin e Karaburunit.